Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Banorët e lagjes Grotë në Gjirokastër ngryhen shqetësimin se prej muajsh po përballen me një situatë problematike infrastrukturore, e cila sipas tyre po rëndohet gjithnjë më shumë nga mungesa e ndërhyrjeve dhe mirëmbajtjes. Rrugë të hapura për punime që nuk janë rikthyer më në gjendjen e mëparshme, segmente me asfalt të degraduar, gropa të shumta dhe grumbuj zhavori inertësh të mbetura që prej periudhës së përmbytjeve të 6 janarit. Është kjo situata me cilën përballen çdo ditë banorët e kësaj lagjeje. Banorët e lagjes Grotë në Gjirokastër ngryhen shqetësimin se prej muajsh po përballen me një situatë problematike infrastrukturore, e cila sipas tyre po rëndohet nga mungesa e ndërhyrjeve dhe mirëmbajtjes. Rrugë të hapura për punime që nuk janë rikthyer më në gjendjen e mëparshme, segmente me asfalt të degraduar, gropa të shumta dhe grumbuj zhavori dhe inertësh të mbetura që nga përmbytjet e 6 janarit vijojnë të jenë pjesë e përditshmërisë së banorëve. Në disa zona kalimi i automjeteve është bërë i vështirë, ndërsa pluri përgjatë ditëve të thata krijon vështirësi të vazhdueshme. Dëmtimet në rrugë kanë sjellë pasojë ekonomike pasi shumë drejtues mjetesh raportojnë dëmtimet e automjeteve si pasojë gropave dhe terrenit amortizuar, ndërsa thonë se megjithëse kanë kaluar muaj nga përmbytjet që goditën zonën, ende nuk është ndërmarrë një aksion i plotë për pastrimin e inerteve dhe rikthimin e rrugëve në standardet e nevojshme. Grotë, një nga lagjet më të populluara të qytetit, sipas banorëve po përballet me neglizhencë institucionale, ndërsa kërkesat për ndërhyrje konkrete vijojnë të mbeten pa zgjidhje. Banorët kërkojnë nga autoritetet vendore që të ndërhyjnë sa më shpejt për rehabilitimin e rrugëve, largimin e mbetjeve inerteve dhe garantimin e sigurisë për këmbësorët dhe drejtuesit e mjeteve. Në një kohë kur investimet publike promovohen si prioritet, banorët e Grotit thonë se realiteti që përjetojnë çdo ditë tregon një tjetër pamje: rrugë të dëmtuara, mjedis i papastër dhe mungese vëmendjes ndaj problemeve bazë të komunitetit. Jemi këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Shëtitoria kryesore e qytetit të Sarandës është kthyer në një skenë shumëgjyshe të traditave dhe kulturave të ndryshme, duke mirëpritur Festivalin Ndërkombëtar të Muzikës dhe Vallëve Saranda 2026. Qindrej qytetarë dhe vizitorë ndoqën nga afër këtë aktivitet artistik i cili solli në qytetin bregdetar ritmet, meloditë dhe kostumet karakteristike të vendeve pjesëmarrëse. Në këtë mbrëmje të veçantë artistike performuan grupe folklorike dhe kore nga Polonia, Rumania, Malizi, Letonia dhe Saranda, të cilët prezantuan para publikut pasurinë kulturore dhe traditat e vendeve të tyre. Këngët autentike, vallet tradicionale dhe interpretimet artistike krijuan një atmosferë festive, duke sjellë një mozaik kulturash që u mirëprit me duar trokitje nga të pranishmit. Festivali synon të promovojë shkëmbimin kulturor dhe miqësi mes popujve përmes artit dhe folklorit. Për disa orë, shëtitoria e qytetit u mbush me tingujt e muzikës tradicionale, ngjyrat e kostumeve popullore dhe energjinë e artistëve që përsollën identitetin e vendeve të tyre. Konsumi i karburanteve ka shënuar një rënje të ndjeshme në muajin prill, sipas dhënave zyrtare të vënë në dispozicion nga Drejtoria e Doganave. Në prill, gjithsej në papat e pikave të tregtimit me pagesë qarkulluan 33.000 ton naftë ose 39.2 milion litra nga gati 40.000 ton ose 47 milion litra në të njëjtin muaj të një viti më parë. Rënja e konsumit është e fortë prej 16.4%. Operatorët e tregut pohojnë se rënja e konsumit lidhet me shtrëngimin e çmimit të naftës në vend dhe diferencën e tij me vendet e tjera të rajonit, sidomos Malinezi dhe Maqedoninë. Kjo ka bërë që shumë makina të furnizohen në pikat kufitare në këto dy shtete. Çmimi mesatar i naftës në vend në prill ishte rreth 210 lekë për litër, sipas vendimeve të Bordit të Transparencës, ndërsa një vit më parë luhatej në rreth 175 lekë për litër apo 172. Ndërsa në vendet e rajonit nafta ishte 30 apo 40% më e lirë, si rrjedhoi e barës më të ulët në taksa dhe masave më të forta fiskale që ato morën për të mos lejuar rritjen e çmimeve finale që paguhen nga konsumatori. Për 4 mujorin konsumi ishte 142.000 ton me një tkurje prej 3.6%. Qeveria nuk humbi asgjë, e kompensoi rënjen e konsumit pasi arkëtoi më shumë taksa nga çmimi i lartë. Të dhënat e doganave tregojnë se megjithëse konsumi dhe importi ka qenë në rënje në prill, të ardhurat doganore nga karburanti i zhdoganuar kanë qenë të qëndrueshme, si rrjedhoi rritjes së çmimit të zhdoganimit. Sipas të dhënave zyrtare, në prill 2026, lira e zhdoganuar për njësi ishte 99 lekë për litër, përkundrejt 49.8 lekë për litër në të njëjtin muaj të një viti më parë. Ndërkohë, për gjithë 4 mujorin, të ardhurat doganore ishin 10.7 miliard lekë me një rritje prej 1.5% me bazë vjetore. Rritja më e fortë ishte në mars me 16.5, ku qeveria arkëtoi më shumë se nga çmimi më i lartë ashtu dhe nga shtimi i konsumit. Duke përfshirë edhe benzinën, të ardhurat doganore për 4 mujorin 2026 arritën në 13 miliard lekë me një rritje prej 2.1% me bazë vjetore.
Në plazhin e Ksamilit është vërejë një dotje e madhe vjesë brejtare pasi sasitë e konsiderueshme leshterikësh, algësh detare dhe mbetjesh të ndryshme janë sjellë nga detit janë grumbulluar në rër. Pushuesit e kësaj zone kanë vërejë se disa pjesë të plazhit janë të mbuluar nga mbetje organike dhe plastike, duke krijuar pamje jo të këndshme dhe shqetësim për pastërtinë e ujit në kulmin e sezonit. Sipas dëshmive nga tereni, fenomeni lidhet me rrymë detare dhe erët e forta të viteve të fundit, ndërsa prania e mbetjeve plastike ngre sërish shqetësime për menaxhimin e mbetjeve në një nga destinacionet më të frekuentuara turistike në jug të vendit. Pushuesit i bëjnë thirrje autoriteteve lokale të ndërhyjnë për pastrimin e zonës, pasi ky është një nga plazhet më të njohura dhe më të reklamuara botërisht. Në Shqipëri, një punonjës merr mesatarisht 10.300 euro në vit, një pagë bruto ose rreth 860 euro në muaj, sipas dhënave që janë publikuar nga Instat për sa i përket një viti që lan pas 2025-s. Në këto nivele, Shqipëria renditet e fundit në rajon me përjashtim të Kosovës me të dhënat e fundit që janë vetëm për vitin 2024 me më pak se 10.000 euro në vit dhe pagat bruto që kryesojnë Serbia, Bosnia-Hercegovina, Malizi, Maqedonia e Veriut sipas të dhënave të regjistruara. Nëse bëhet krahasimi me pagat vitore bruto në Europë që janë publikuar më përpara duke ju ofruar gjithë të dhënat OECD, rezulton se pagat e vendeve të Ballkanit në tërësi dhe të Shqipërisë janë në krahasim të zhdrejtë me njëri tjetrin. Ka një raport të tillë ku në Shqipëri janë më të ulta se të gjitha në rajon. Me një mesatare të thjeshtë, paga vjetore bruto në vendet e Bashkimit Evropian është rreth 50.000 euro apo thon ndryshe 5.500 euro në muaj ose 5 herë më e lartë se sa në Shqipëri. Gjermania është destinacioni i preferuar i shqiptarëve vitet e fundit që ka një pagë prej 66.700 euro në vit ose mbi 6 herë më shumë se në Shqipëri. Më pas vendet e tjera të ndjekura janë Italia me rreth 36.600 euro apo thon ndryshe 3.000 euro në muaj, në Greqi me 2.200 euro në muaj. Diferenca e lartë e pagave është nga arsyet që po shtyn shumë shqiptarë të largohen në emigracion. Por, megjithatë, pagat në Europë, të tjerë shtete që i kanë të ulta, mbetet edhe Turqia. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.